Partia Demokratike dhe aleatët e saj të përfshirë në koalicionin PD-ASHM morën rezultatin më të dobët zgjedhor në të paktën 20 vitet e fundit, duke siguruar vetëm 50 mandate deputetësh në zgjedhjet e 11 majit, e ndërsa zyrtarisht PD ka deklaruar se nuk do të njohë rezultatin zgjedhor. Një prej kandidatëve të listës së hapur, Jonathan Pano, përmes një postimi në rrjetet sociale, ka shfaqur një qëndrim kundër linjës zyrtare që përfaqësohet nga Sali Berisha. Kemi përpara një rrugë të gjatë dhe si forcë politike kemi detyrimin për të bërë një analizë të thellë dhe të sinqertë, të kuptojmë çfarë nuk funksionoi, jo për të hedhur fajin tjetrit, por për të pastruar shtëpinë tonë, sepse nëse duam të fitojmë besimin e shqiptarëve, nuk mund të jemi më një opozitë që merret vetëm me pushtetin, por një alternativë që merret me zgjidhjet, shkruan Pano në reagimin e tij të parë pas përfundimit të zgjedhjeve të 11 majit. Ai thekson se i hyri garës më 11 maj me një bindje të thellë, se politika ka ende vend për njerëz të ndershëm, për të rinj që nuk pranojnë të heshtin, për familje që kërkojnë siguri dhe dinjitet. Besoj se familja shqiptare duhet parë si një investim kombëtar. Në një kohë kur Shqipëria po përjeton një krizë të thellë shpopullimi, politika duhet jetë mjet për të mbrojtur, fuqizuar dhe inkurajuar lindjet, për të mbështetur prindrit, edhe për t'u dhënë të rinjve arsye të qëndrojnë dhe të ndërtojnë këtu jetën e tyre. Sepse pa familje nuk ka as ekonomia as kombas të ardhme. Dhe kjo ishte zemra e platformës time në Partinë Demokratike. Të bëjmë shtetin aleat të qytetarëve, jo barr mbi ta, shprehet ndër të tjera Pano.